Në prag të protestës së paralajmëruar të lidhjes së sindikatave të Maqedonisë së Veriut, deputeti Skender Recep Zejt i është bashkangjitur kërkesave të sindikalistëve për rritje të pagës minimale. Ai, gjatë emisionit Debat në Shenja, kritikoi pagën minimale, duke theksuar se me 24.600 denar nuk mund të sigurohet jetesa e një familjeje 2 anëtarëse, e LRM e një familjeje 4 anëtarëse. Për qeverinë e cila dëshiron të ketë shtet me ekonomi stabile dhe sociale, është shumë e mundshme. Do të mos harroni, ulja e pagës së funksionarëve ushtri si kërkesë për të theksuar që ka diskrepancë dhe dallim me pagën minimale. Kjo është tema e diskutimit. Pjesë e qeverisë, arsyetimi i qeverisë. Në rregull, unë jam dakord. Po nëse duam të krijojmë shtet social, kështu krijohet shumë e saktësh me një pagë minimale, 24.600 denar, nuk mund të jetojë një familje 2 anëtarëse, jo 4 anëtarëse. Gjithë jetojmë këtë vend. Po, duke parë për basë shporta sindikale minimale është 70.000 denar. Pa e krahasu shportën sindikale, ne e krahasojmë jetën tonë përditshme. Secili prej nesh e din se me sa mjete e kalon muajin e vet. Ndërkohë, duke folur për zhvillimet politike, ai ka kritikuar propozim ligjin aktual për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, duke thënë se mekanizmi i njohur si balancuesi ishte më efektiv për sigurimin e punësimeve. Ky ligj nuk vlen asgjë as për nxënësit e shkollave fillore, te ju e kam thonë. Po. Edhe vazhdoj ta them atë dhe e kam thonë edhe në pyetje kryeministrit, edhe s'kishte mundësi të përgjigjet. Sepse nuk ke mekanizëm me të cilën do ta kontrollosh përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Balancuesi, ashtu çfarë ishte? Ishte shumë më i mirë sepse megjithatë keq përdore nga një pjesë e qytetarëve, qofshin maqedonas, qofshin shqiptar, megjithatë u arrit një numër i madh i punësimeve. Sa u përket partive politike, ai ka ironizuar zhvillimet rreth koalicionit Vlen, duke thënë se nuk i intereson nëse ky subjekt do të funksionojë si parti apo do të shkrihet. Ai madje vlerëson se Vleni vetëm i përkthen deklaratat e Mickoskit dhe se nuk kanë fuqi as të merren me çështjen e provimit të jurisprudencës. Thjesht çfarë thot Mickoski, Vleni vetëm po i përkthen deklaratat e tij.